ku është Allahu? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pyetur një robresh, "Ejnë Allah, ku është Allahu?" Qalet fis sama, ka thënë Allah është lart në qiell. Cëllin njeri në këtë dunja, ta pëtsh, të krishter, qifët, musliman, njerëz që nuk din as çfarë feje kanë, por besojnë një fuqi të madhe. Pyeti, ku është ajo fuqi e madhe? Fuqia absolute ka bëu me kësht lart në qiell. Krejt njerëz të dunjas, kur përmendin krijuesin, Allahun, e që ndorën lart apo syt lart apo kolutën që ndort lart. Mbi 1000 argumente gjen të cilat tregojnë me qindra nga Kurani, me qindra pe hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nga natyrshmëria e njerëzit, librat e shejta, sunetet, që dynjaja se Allahu Ar-Rahman alal arsh istawa, shka ardhur 7 herë në Kur'an, Allahu është mbi arshin e tina, mbi fronin e tina. E pastaj shka Imam Maliku, Allahu e pas mëshiruar, el-istiwa ma'lum, të qendrit e Zotit mbi këtë gjithësi është e njohur e punë. Dhe është mendim i krejt ehli sunetit. Wal kayfiyatu majhul, por si qëndron Allahu nuk e dim. Was su'alu anhu bid'a, dhe pyetja rreth asaj se si qëndron Zoti atje është bidat.